Një artist nga Shkupi na vjen sot në ditë feste. Unë e di që kudo qoftë në botë ai, sa herë Bajrami e gjen në vendlinjen e tij, në qytetin e tij. Prandaj do unë shfrytëzova rastin që sot të zhvillojmë një bisedë bukur, ta lidhim pak me festën, por mbi gjitha të kalojmë në etapat ndryshme në rrugtimin e tij, jo të lehtë, por që tani më ka prekur edhe skenat më të rëndësishme ndërkombëtare të zhanrit të muzikës që ai e servon. Mesut Kurtish është për herë të parë sot në televizionin Alsat dhe në emisionin Prizma. Kam shumë kënaqësi dhe nder që në ditë feste të kemi sot prezent para gjithë shikuesve të cilët po na ndjekin. Edhe unë gëzohem shumë që jem sonte me juve. Sot është dyta e dytë e Bajramit, du të uaroj gjithëve atyve të cilët na ndjekin neve Kurban Bajramin. Normal është dita e dytë, edhe unë pak me vonesë mrina, sepse vizitat ende vazhdojnë. Edhe ashtu që jo vizit, jo na kem në vizit, por edhe pas programit do të vazhdojmë. Siç e dini, Bajrami vogël ashtu edhe emërtohet tek ne. Është shkon deri në 14 ditë, ashtu që do të Kjo është bukuria e këtij Bajrami. Ashtu. Edhe juve urime në këtë program me juve në Alsat. Faleminderit, unë dua të ta uroj festën, meqense nuk patëm rastin se shpejt filluam. Thuaj si ishte dita e parë për ty, unë kur të kontaktova, tash jam e sigurt që je në Shkup për Bajram, sepse nga takimet tona të kaluara më ke thënë kudo që jam në botë, gjithmonë ja bëj që në ditë Bajramit të jem pranë familjes time dhe në qytetin tim. Si ishte kjo ditë e parë kur Bajramit për ty? Shumë mirë kaloj si çdo herë. Unë ashtu siç edhe potencova në gjithë mundohem që të jem te shtëpia, edhe pse ishim jashtë shtetit, edhe momentin kur më kontaktove, unë isha më veç në Shkup, edhe thash të marr pjesë herën e kaluar në Ramazan ishim pak ashtu për stepër, kështu pak si i angazhuar më tepër. Edhe thash ta shfrytëzojmë edhe kohën, jemi sonte me juve, por dita e parë Bajrami shumë mirë kaloi, me familjarët, me fëmijët ton. Normal ky Bajram është pak më ndryshe se ai Bajrami tjetër. Çështja e kurbanit është në pyetje, edhe ajo çështja e solidaritetit, edhe përjetimit të Bajramit me gjithë jo vetëm akrabatët, se i themi familjarët, por edhe me shoqërinë, edhe ndihma është këtu shumë me rëndësi. Edhe në këtë drejtim u munduam pak të jemi aktiv, por Zoti i bën inshallah kabul gjitha ato ibadetet edhe ato të cilët ende mundohen, sepse çështja e kurbanit ne vazhdon. Në fakt edhe sot besoj se janë shumë, kemi edhe shokë të cilët janë angazhuar në këtë drejtim. Zoti ja u fal, ja u bën kabul inshallah këto ibadetet. Të njëjtën e urojmë edhe ne. Edhe pse ritualet e Bajramit, jo më sigurt që në çdo shtëpi janë gati se të përafërta, ajo që dallon është ndoshta se sa shumë ëmbëlsira përgatiten e ushqime kështu me radhë. Çfarë është një shije që ty gjithmonë ta asocion në shtëpinë tënde? Mesut diçka që nuk mungon asnjëherë në sofrën e drekës së Bajramit apo edhe ëmbëlsirave, të cilat sa herë të mungojnë, domethënë edhe kur je larg, sa herë të asociojnë në shtëpi në Bajramin e familjes tënde. Kur është në pyetje, në fakt Bajrami është e ndin atë ngrohtësinë, edhe në gjithë e ndin vetin që t'jesh në atë moment, t'jesh me më të afërmit e tu, me prindërit, me fëmijët tanë, sepse ato do ta përjetojnë jetën të cilët ne kemi përjetuar derisa kemi qenë fëmijë. Por ajo çështja e Bajramit është ai momenti kur gjithë ne bashkohemi në të njëjtën sofër, edhe aty e hajmë atë drekën e Bajramit, çka më herët në traditat tona në Shkup, pas namazit, faljes së namazit ka qenë puna e parë e cila u ka bëu, ka una dreka e Bajramit, edhe pse u ka emërtuar si dreka e Bajramit. Dreka poshtë ngrënë në mëngjes. Ka ngrënë në mëngjes shumë herët. Shtyp më veç ajo tradit kadale u ka zhduk tek ne, sepse në shtëpinë time ne vazhdojmë ta hajmë kaq herët drekën e Bajramit. Sepse hajet janë pak si të rënda, sikur haja janis, për shembull. Edhe ajo paqeja, për shembull, janë shumë do hajet të cilët asnjëherë nuk na mungon edhe çështja e baklavës, por po në ditë Bajrami nuk e di, a jam vetëm unë i shijoj jashtëzakonisht shumë, edhe pse kaq herët i konsumojmë këto ushqime të rënda që ti po na shijojnë. Edhe pse ne dojmë, por donjëherë jetojmë me një familje ku i kemi edhe fëmijët tanë, edhe ato për shembull nuk janë gati për ta hajnë atë ushqim në mëngjes, por e vonojmë na pak. Pastaj edhe e shtyjmë pak që ta balancojmë mes asaj traditës tonë që ka qenë më herët edhe me këtë tonin të re. Edhe ajo çështja e vizitave është shumë me rëndësi te ne. Ajo hera e parë që fillon me ato me të afërmit. Ato të cilët janë
i kanë ato gjyshet ose stërgjyshet, ose janë do edhe qka, unë për shembull gjyshin hala ende e kam gjallë, edhe është hera e parë shkojmë tek ajo edhe ja marrim dorën, si thojnë, në traditat tona, edhe kërkojmë dua prej asajna, është bereqeti i familjes tonë, me thënën, edhe pastaj fillojmë ato me ato më të afërmit, vizitat me ato më të afërmit, pastaj edhe rrethi gjithashtu vazhdon edhe xhanohet, por ende vazhdon mendoj, Bajrami është veç më dita e dytë, edhe do të vazhdoj inshallah, kena më pas mundësi me i krytën vizitat krejt çka i kemi. Bukur shumë. Sa janë entuziastë fëmijët e tu, me sot me qenë se ti edhe prind, përmende atë traditën që e ke përjetu edhe vetë si fëmijë, sa ke arritur që t'ua përcjellësh këtë entuziazëm që ta shijojnë Bajramin në këtë mënyrë si që shijon ti edhe sot? Në fakt, ne kur kemi qenë fëmijë, na nuk kemi ndigjuar ndonjë këshill kështu direkte, edhe prej prindërve tonë, sepse modele kemi pas ato, edhe mendoj se metodologjia më e mirë për prindërit tonë, të cilët janë gjeneratës tonë, vend që ne me bisedu edhe me këshillue, ne duhet me veprue, në fakt. Edhe ato vetëm me ndjekjen e aktiviteteve tona, ato më veç do t'i marrin automatikisht ato tradita, sjelljet dhe gjitha ato akte të cilët ne i veprojmë dhe i bojmë gjatë Bajramit. Edhe, në fakt, me fëmijët, besoj se s'ka nevojë shumë edhe me bisedu, edhe ato më veç, edhe pse më veç janë rritën, unë i kam 3 fëmijë, Zoti i ruajt gjithë ato fëmijë të cilët i kemi ne, por janë me moshë pak më ndryshe njëri prej tjetrit, por shti ato më të mëdhenj, për shembull, i shohim se ato më veç e dinë rendin, edhe mu do njerë edhe nëse haroj do një detaj, ato më përkujtojnë, baba shka mendon, nuk kemi shku filan vend, ose falan vend, a kemi mundësi me shku mi vizitue, falan, edhe gjithosh ajo më veç e shohim se tradita më veç ashtu transferue me një generat të cilët ato do të vazhdojnë. Ashtu natyrshëm, si që të ti pa pasur nevojë të sforcohen këto tradita. Ose t'i këshillojmë, ose të themi se kështu du të me bo, ose ashtu du të me veprue. Fillim ajo vazhdon me faljen e namazit sabahut edhe pastaj Bajramit, me djemë tonë për shembull, pastaj vajzat neve na presin të shtëpia, se edhe vajzën e kam mendoj, ajo për shembull nanën ato e kanë zbukuruar më shtëpinë, pa e kanë pastruar. Ato kanë rol tjetër me rituale tjera. Edhe fillon ajo ceremonia e parë me familjen më të ngushtë, pastaj me familjen pak më gjanë, edhe falë Zotit që Zoti na i ka mundësu t'i përjetojmë këto përjetimet, edhe inshallah gjithë kështu vazhdojmë në shoqërinë tonë t'i përjetojmë këto gëzimet. Uroj shumë, se ku ka më bukur se kaq, në fakt, të shijosh këto momente kaq të bukura dhe të veçanta me familjen. Unë dua të të pyes më sot, si e shet tani dallimin e Shkupit dikur, Bajrami dikur në fëmirin tënde dhe tani? Cilat janë ato diferencat që ti po i sheh? Ndoshta ti i sheh edhe më mirë sepse je vazhdimisht jashtë dhe kthehesh ndoshta për festa në Shkup. Cilat i vrejnë si ato dallimet më të mëdha? Shti kështu, besoj se edhe ne si krijesa, si njerëz, mendoj gjatë viteve, nuk kemi ato të cilët kemi qenë para 20 vjetëve. Edhe gjithë kemi ndryshime në jetën tonë, normal është që edhe me një shoqëri të kese edhe ndryshime. Sipas kushteve të asaj kohe, mendoj njerëzit sepse kanë qenë, besoj se larg pak rrjeteve themi sociale, mediave themi, kanë pasën mas shumë ti fuqi edhe energji ti harxojnë ato kohrat e tynve me njerëzit, me më të afërmit të tynve. Edhe për atë shkak vizitat kanë qenë shumë me rëndësi. Sot kemi paksuat numrin e vizitave. E majmë përpara kemi shku në për kusherit të brezit 2, 3, edhe të brezi 4, mendoj. Do njerë edhe nuk i njifsha, i thojsha babës, kush janë këto, kush i kemi këto. A gjithmonë na potencoj ke thojke se ne du t'i njofim. Edhe Bajrami ishte, për shembull, një ndër sebepet, shkaqet që ne ta njofim njëri tjetrin. Me kusherit e brezit 4, për shembull, themi. Ashtu. Për momentin e kemi zvoglu pak atë rrethin. E para. E dyta, besoj se çka mund me potencu, normal mallat e vjetra kanë qenë më herët më të ngrohta. E majmen shumë mirë, se na jemi të mallës Duqanxhik. Edhe shtëpiat kanë qenë përpara me bache kanë qenë gjithë, sot për momentin janë këtë shtëpiat njëri afër tjetrit edhe s'kemi edhe
vendet e bërë me marrë dhe frymshtin qatë malë, por e majme shumë mirë ditën e Arifës, për shembull, krejt malla u angazhoke, u mërke me pastrimin e mallës, për shembull. Edhe çdo kush e mirë ka një necët, për shembull. Ishte ato momentet e vjetra, unë shumë mirë i maj, për shembull, pastrimi, e pastaj për Bajram, ajo vizita me kojshit, kanë qenë shumë afër. Sot kemi ardhur me një kohë kur si me vënu do një distancë mes neve, ose përshëndesim njëri tjetrin kështu prej larg, urima festa e Bajramit, edhe aq mendoj. Përpara kanë qenë ato lidhjet më shpirtërore, më afër njëri tjetrit, por kreto është në duart e tona. Besoj se i kemi ende ato avantazhet sepse jetojmë me një shoqëri të vogël ku ende jemi afër dhe njohim njëri tjetrin, edhe ringjallja e këtyreve marrëdhënieve gjithashtu në duart e tona. Edhe kemi do avantazhe të cilët njerëz të cilët jetojnë në metropollat të mëdha, sikur Istanbulli, sikur Londra, sikur në Los Angeles, për shembull, isha para një jave, për shembull njerëzit familjar jetojnë larg prej njëri tjetrit. Edhe si për shembull ti për me vizitu një familje, ti dush me marrë kerrin, me shkuar një orë me të udhtosh për shembull te shtëpia e filanit, edhe ato e kanë gjetë një tjetër rrugdalje. Për shembull, mbledhen te shtëpia e njërit, për shembull, edhe aty e harxojnë tan kohën, mbledhen një 10 familjar, kur fëmijët gjithë e harxojnë kohën ashtu. Por sërish e gjejnë një mënyrë, shumë mirë e teti, kur duam, ne mund ta bëjmë ndryshimin, jo gjithmonë ta arsyetojmë, po në këtë kohë po jetojmë dhe duhet ta pranojmë, ti pranojmë këto sipas formës, sipas kohës, besoj se mund edhe me e ngjallën me një formë pak më ndryshe, kur do t'i bëjmë këto marrëdhënie lidhjet më të forta, mendoj njëri me tjetrin, edhe mi ngjallëm, edhe pastaj besoj se gjenerata që do të vere pas neve do të jenë edhe më kreativ. Edhe boqi do të jenë shumë në aspektin pozitiv të jenë kreativ. Gjithë. Ne kemi patjetër të mendojmë pozitiv që të shohim edhe rezultate pozitive, sepse edhe ne gjithë i shohim ato negativitetet, s'kemi nevojë me i përmend, sepse pastaj ato edhe ndikojnë negativisht tek ne. E vërtet. Mesut, më fol pak për rolin e prindërve në ndikimin tënd si në formimin shpirtëror, ashtu edhe atë njerëzor. Çfarë mendon që është një trashëgimi që prindrit e kanë përçu deri tek ti dhe që ti sot e mban ashtu mbi supe me shumë krenari dhe u jep meritat atyre si prindër? Unë gjithë i faleminderoj prindërit e mi, edhe gjithë kur kam edhe mundësi i vizitoj, edhe nëse ka nevojë edhe çdo ditë, por donjëherë po më hik do një ditë për shembull pa i vizitu, dhe pse jemi shumë afër njëri tjetrit, jetojmë ashtu afër. Është prej vlerave të cilat ato neve na i kanë transmetuar, ka qenë ajo prej momentit të parë kur njeriu vjen me një moshë edhe fillon t'i parashtrojë disa pyetje shumë serioze vetvetiut, edhe për shembull qëllimi i krijimit të njeriut, pse jetojmë, sepse vim me një moshë ku i parashtrojmë në këto pyetje shumë serioze. Flem, hajm, pim, pastaj çohemi apet nesër, çka duhet me vepru, çka duhet me bëhe, tamam, okay, do të shkojmë në një punë, do të formojmë një karrierë, po gjithë kjo pse? Gjithë kjo duhet ta marrë një kuptim, por besoj se gjithë kjo prej moshës shumë, derisa kam qenë shumë i vogël, sepse jam rrit me një familje ku e kemi pasur edhe gjyshin, gjyshen, themi hallat, me migjen, edhe kam pas shumë lehtëse sepse vi edhe prej një familjes, për shembull të hoxhallarëve, themi, unë jam nipi i Nimetullah Efendijës, i cili ka ndruar jetë 89-ën, i kam pas 8 vjet kur ka ndruar jetë, por shumë mirë i maj me ato dialoget e mia të para, pastaj prindrit e mi, hallat për shembull, gjithë e kam pas gati momentin kur kam parashtruar pyetje, mi kanë dhënë do përgjigjet ku vetë i kum arritën edhe shumë edhe ma kollaj edhe ma lehtë, kur kum marrë edhe me një moshë ku ti marrë edhe vendimet e mia, ato kanë qenë një lehtësim për mua që ta formoj atë personalitetin tem duke ja ofruar ato kuptimet e jetës, duke ja dhënë kuptim çdo lëvizjes tem, edhe pse unë duhet me vepru edhe me qenë aktiv në shoqërinë aty ku jetoj. Këtu në këtë moment besoj se prindrit e kanë luajtur atë rol shumë të madh, siç thash, pa bisedu shumë, pa këshillu shumë me vetë aktet e tyre ato më veç e kanë treguar, edhe ka qenë ajo diçka për shembull neve që na ka formuar, ku ne kur i kemi marrë ato hapat tona të para, gjithmonë edhe kur i kemi ndi atë vështirësi në jetë, motivimi jon ka qenë gjithse kjo është pjesa e jetës,
edhe e dim shumë mirë se pas vështirësimeve, jetës vështirë, vjen ajo lehtësimi, edhe sipas ajeteve kuranore, sepse jemi rritë në atë frymën islame e të fëtratit, na çka thojmë, ajo natyrës së njeriut, se si e ka kriju Allahu xhaleshanu njeriun, edhe sepse ajo është ai cili na din neve, sepse ne ka kriju prej asë një sendit, edhe na ka bo një send, na ka dhënë një vlerë, edhe normal që është ma mjasë mirti i cili na din neve se na me çka do të kënaqemi në këtë jetë, me çka do të jemi të lumtur, çka neve do të na motivoje, edhe çka do të na bjere lumturien në këtë botë edhe në botën e ardhshëm. Fakt gjithë ajo kuptimi i jetës sonë me atë kuptimin e jetës pas vdekje, neve na ka motivuar si familje, unë kam të pa edhe në rrethin tem atë ngusht të familjes. Ajo është e vetmja motivim kur njeriu gjithë mund të jetë i lumtur momentet kur i ka punë terezi, si thonë, ama momentet kur i ndjen vështirësi në çdo edhe profesion është ajo ashtu. Ti kur e ke këtë motivim, ti asnjëherë nuk dëshpërohesh, asnjëherë nuk je për shembull pesimist. Gjithë mendon pozitivisht edhe mendon se kjo vështirësi çka je duke ti e kalu është një moment shumë e shkurtër, por pastaj vjen ajo lehtësimi, sepse ajeti kuranor ashtu thotë fa inna ma'al usri yusra. Pas vështirësisë vjen ajo lehtësimi, edhe pastaj edhe një herë potencohet pas ajetit, më njëherë edhe ajeti tjetër vjen fa inna ma'al usri yusra. Edhe me të vërtetë më njëherë pas vështirësisë vjen ajo lehtësimi. Shti paramendo vetëm këtë vlerë ti kur e mëson në jetë, edhe e ki si prioritar për shembull, edhe ajo të ndihmon dhe të motivon në çdo lëmi. Unë për shembull në jetën time artistike kum pasën momente të vështira, në momente kur kemi pasur shumë mendime pozitive, projekte, por ajo ana financiare neve nuk na kanë mungu për shembull themi, por asnjëherë nuk kanë qenë edhe si shkak që na më e lën këtë punë, sepse synimi ka qenë diçka jashtë asajna ne që e bëjmë. Për shembull këndimi nuk është synim ose për shembull nuk është qëllimi, nuk ka qenë asnjëherë qëllimi jam, edhe kur kanë qenë i ri, ta nxjerrin një album ose dal në televizion. Të popularizohem, gjithë të flasim për mua, për shembull. Ose nëpërmes kësaj pune unë të fitoj shumë para. Këto janë mjete, edhe gjithë kanë qenë ashtu për mua. Edhe veç qëndrimin që e kam bërë ka qenë motivim shumë i madh për mua që në ato kohrat e vështira të kem durim, edhe të punoj me një motivim shumë të lartë ku do t'i arrijë ato qëllimet. Qëllimet çka janë? Na mund me bisedu edhe për këtë temë shumë, mendoj Gjan, por qëllimi më i madh është njeriu të jeton si shembull për njerëz të cilët ty të ndjekin momentin ti kur këndon fakt natyra e punës është ti popularizosh apo edhe fillon të kesh fansa për shembull. Edhe ato fillojnë të ndjekin ty me çdo lëvizje ti çka e bën. Për shembull, nëse bësh model pozitiv, ajo ka me ndiku pozitivisht tek njerëzit. Në këtë moment vjen sa ditë ti të menaxhosh edhe këtë fazë të jetës, edhe famën që vjen ndoshta, dhe na gjejnë shpesh edhe pa përgatit, por është shumë e rëndësishme të dimë si ta menaxhojmë të njëjtën. Të kthehemi në atë pyetje në fillim kur e parashtrova, në fakt, këtu në këtë drejtim besoj se familja këtu ka luajtur një rol shumë të madh në atë periudhën ku kemi qenë të vegjël, në teenager për shembull. Ajo ka qenë një periudha kur neve ato boçi edhe me jo dije, jo me vedije, sa kanë pas mundësi, por neve na kanë orientuar në mënyrë të saktë. Unë këtë e kum zbulu, e kum marrë vesh kur i kum arrit këto suksese themi. Se kam qenë më veç i gati për këto punë. Jam qenë i gatshëm, s'kam pas probleme. Në momentin kur kum dalë në skenë, edhe pse prej moshës shumë kur kam qenë i vogël, kam qenë një ndër performues këtu në trojet tona, mendoj, duke filluar në prej xhamive tona, këndimi. Në çfarë moshe ka nisur ky rrugtim për ty më sot? Ndoshta në këtë moshë kaq të vogël ti nuk e ke ditur që po të priste një skenë kaq e madhe ndërkombëtare. Në çfarë moshe ka nisur dhe cila ka qenë performanca jote e parë? Ka qenë në xhami? Po ajo ka qenë fakt në shtëpi unë kum kënduar, se jam lind me një shtëpi ku gjithë shumica e kanë zërin e mirë. Okej, pra e ke trashëguar nga. Edhe në fakt kur kam qenë në fillore
gjithë me radio, me televizione, këm pasën një gjizime, por ajo performanse e me e para ku ka fillu, ka qenën ishte një natë e kadrit, këtë e kumë potencuar dhe me një intervjist tjetër, ka qenë ajo në Gjamin Mustafa Pash, viti bo që ka qenë 91 ose 92, i kumë pas 10 vjetë ose 11 vjetë, edhe një prej shokve të prindrit tem të babës, ajo vetë mu më tha, mesu tha, me muhe, edhe po mërë dhe po i kalojmë ato safat e Gjamiës, kur më vetë ceremonia kishte fillu e këndimi i ajeteve kuranore, me vludi edhe gjitha jo këndojke. Edhe më uli thanë një ilahi ta këndoje ky i vogli, edhe unë aty e mura vesh se më ka qu deri aty. Edhe se kisha problem, mendoj, aty ma dhanë mikrofon, edhe aty e këndova. Nuk kisha as trema, as emocione? Unë kështu më motivojsh, i mbyllsha syt. Edhe si me njerëzit si me qenë vetë, edhe ajo fillimi ashtu të filloj. Edhe kur hyna në shkollën medrese, edhe aty në kurën e medreses kam këndu si solist, aty e kishim profesorin ton, ende është gjallë zoti i dhash shëndet, profesor Mahir Hasani, është prej Tetove, a i thoi ke mesu shumë mirë kretë, gjithi ki mirë, vetëm thot, hapi ato sytë, së shumë sytë e bukra të i ki, thot, ta shofin, thot, e audienca. Po profesor ta shumë, shtu jam mësua, ajo ishte moshën 14 veçar. Pra kishe bind vetën që me sy mbyllur je më i sigur? Jo, më i sigur dhe ma shumë motivohem edhe ma mirë këndoj, por pastaj me kalimin e kohës, më veç... I hape sy? Ja, për sytë edhe pastaj fillum edhe pak ma ndryshe. Gjithë kjo ishte fakt një lloj përgatitje për mua, për një punim pak ma profesional, kur më veç në rrugtimin tem profesional më veç filloj duke qenë unë në studime në Britani, aty ku e bëra edhe kontratën e partë temin me Awakening Music që vazhdon të jesh. Ende vazhdoj dhe besoj se jam edhe prej themeluzve, sepse ajo është fillimi rrugtimi joni i parë, që ka kemi fillu 2003-ën, 2004-ën e nëzora albumin e parë. Edhe fakt rrugtimi fillon me një përgatitje ti duke mos e ditë, sepse ashtu është një thënje thotë njeriu përpjek edhe bën një kontribut e jep, por fund thot Zoti vendos thot për ty se ti ku ki me shku, se do njerë ne mendojmë, planifikojmë për diçka, por... Zoti ka përgatit diçka tjetër për dhe. Ashtu ti hap do dyre, ti thue, unë mendoha me këndu, unë mendoha me nxjerrë në album, por ishtin ato më të kufishëm, të kufizuar, kanë qenën ato qëllime, synimet, por kur i murëm ato hapat e para tona ndërkombëtare, aty e pam se është përgatit për neve diçka shumë më e madhe se sa planet tuaja. Më e madhe sepse fillimi ishte promovimi i artit ton islam, të muzikës islame themi në Britani, e fillum në Francë, në Gjermani, në Belgjik, ishim duke performu në për vendet, në për sallat të njohura, por prej më një herë na fillum me ndigjue se albumet tona, kasetat tona, atëre se edhe kaseta kopjoshin, fillon me shitën në mënyrë ilegale në Afrikën Veriore, në Lindjen e Mesme, në Turqi, e majmë e erdha për pushim, se isham... Pra depërtuan edhe në vende ku ju nuk është se kishit plan në atë periudhë të nuk e kishim planin, depërtonit. dhe pastaj janë nisë me marrë ftesa prej ministrive të ndryshme të kulturës në Algjer, isha në Marok, për shembull, në Tunis. Gjitha këto shtetet në kam performu, pastaj në Malezi, në Singapur, në Indonezi, kemi qenë prej Amerikës, Kanadës, deri në Australi, kemi pas në turne në Australi, për shembull, duke fillu prej Auckland, prej New Zealand, edhe gjitha ato qytetet të njohura të cilat janë performim me orkestrat tona të cilat kemi bashkëpunue. Kjo ka qenë një rrugtim na çka s'ne kemi andrue, por ajo çka ka qenë më e mira, ka qenë sepse kemi qenë një gjenerat çka i kemi inspiru gjeneratat të cilët vinë pas neve, edhe duke i thënë atymve se ti vetëm jepja hakin e punës, sepse gjithë ka qenë ajo qëllimi jonë në rrugtimin tonë me atë shoqërinë të cilët unë bashkëpunoj, edhe pastaj ajo suksesi do të vere, edhe ja u kena mundësua dhe atymve që ti arrin edhe ato qëllimet e tymve, por sa që është ditën e sot shumë, më veç kjo u ka bo edhe shumë lehtë. Sot kemi talente edhe prej Makedonisë, kemi prej Kosovës, prej Bosnje,
sot kemi prej Turqia, prej vendeve ku dikush ka mendu se prej Shkupit a mundët dikush me dalën. Është e pamundur, po. Jo, ajo gjithë mundët. Po, shpesh i vendosim kufinj vetes dhe ëndrave tona na duket sikur ëndrojmë shumë dhe kufizojmë veten, themi një shqiptar të shkojë të deportojë në gjithë botën na duket pak e vështirë. S'mundet, por në momentin kur ja jep punë hakin e punës, e para e dyta është shumë e rëndësi në çfarë rrethe ti e promovon vetin. Për shembull, nëse vjen e promovon vetin këtu vetëm në Shkup, atëherë mas shumë ti çka mundesh me arrit është këtu në Shkup do të jese. Diçka në Ballkan nëse do me deportu, atëherë mjetet janë aty. Ne duhet vetëm me ngarimet edhe pas mjeteve. Mjetet sot janë rrjetet sociale apo TV kanale. Këtu janë shumë me rëndësi që ne me deportu tek njerëzit, sepse ne nuk i bëjmë këto punimet për me ndigju në atë shtëpia, për shembull, se ku nxjerr albumin tem që me ul te shtëpia dhe me shtu CD-n ose edhe CD nuk kemi, e mendoj një faqe të shqiptare edhe posti përmenda edhe emrat e këtyre digjitale të cilat i kemi, ti ndigjojmë te shtëpia se çka kemi punu, por e kemi qëllimin që ajo deportohet tek njerëz. Ka audiencë më e gjerë. Sot u ka bërë shumë edhe lehtë kjo punë. Sot kemi njerëz edhe çka i menaxhojnë punimet e tyre duke i menaxhuar edhe privatisht vet. Pa bashkëpunu me do një produksion të madh. Por, normal, nëse do ta marrësh edhe atë autoritetin tim, ose të pranojnë ty si një artist, themi, me nivel ose me një kualitet të caktuar, atëherë ki patjetër ti përdorësh edhe këto mjetet, mendoj. Po. Edhe pastaj besoj se gjithë ajo vjen tjetra. Shumë bukur e përkufizove këtë pjesë. Mesut, si shqiptar që shkove për studime në Britani dhe pastaj u bëre pjesë e një labeli që tashmë është i njohur në gjithë botën, më thuaj, je ndjerë ndonjëherë sikur ty të është dashur të bësh pak më shumë se sa ata të cilët ishin rritur e jetonin në Angli. Të është dashur sikur pak duhet të punosh pak më shumë se ata? Ose ke ndjerë ndonjëherë ndonjë vështirësi në këtë rrugtim tënd në hapat e parë, në fillim? Unë, siç ju potencova, unë isha pak i përgatit sepse mu jeta edhe më kaloj pak edhe me në për studio, ingjizime, e disha natyrën e punës se si është. Edhe kam bashkëpunu edhe me artistët të famshëm. Kur isha në Britani, aty edhe pata mundësi me bashkëpunu me producentat të njohur, ku edhe pse isha i bindur në atë, por kur i ndigjova edhe këto fjalë prej tyre, aty më veç më shumë e përfitova konfidencën tem, vetbesimin tem. Ishte ajo se arti me të vërtet, një artist lind artist. Nuk është një sen që ka ti mundush me shku me mësue. Për shembull, për me qenë një arkitekt, ti duhesh me mësue, me kalu ato vitet, ose me qenë një doktor, për shembull, i medicinës, ti duhesh me kalu vite, përvoja, kret ajo i mëson edhe i arrin. Çështja e artit me prodhu diçka prej inspirimeve të cilët ti do t'i kesh gjatë jetës. Këto janë gjëra të cilat ti duhesh t'i kesh në veti edhe ta kesh atë program të instaluar në vetin tonë. Në momentin kur e ke, atëherë ngel vetëm ajo çështja teknike e cilat ti duhesh ta mësojsh. Edhe ato janë, për shembull, themi nëse janë notat e muzikës, nëse janë për shembull mënyrja e deportimit edhe arritjes deri në qëllimin ku e ke, nëse është populariteti, nëse është për shembull frymëzimi i njerëzve nëpërmes këngave tuaja, ato janë ashtu. Pastaj ato janë gjithë ato teknike që shumica e kishin këtë mendim, ajo e përbën vetëm boqi një 20% e gjërave të cilat njeriu mund t'i arrijë. Pastaj kur e përfituam atë vetbesimin, më veç filluam, sepse unë se kisha problemin e audiencës, kur ishim edhe nëse performojsha para 100 vetave, edhe nëse performojsha para 10.000 vetave, mendoja nuk dallojke tek une, edhe ajo ishte një përparësi e madhe, plus unë edhe shifsha edhe gjithë edhe potencoj këtë në intervistat e mia, ne të cilët jemi lind në këtë trojat e Maqedonisë, themi në Shkup për shembull, e kemi një avantazh të madh sepse jetojmë me një vend multietnik.
Edhe fakt me disa kultura rritemi për më një herë. Mendoj e njohim atë kulturën themi turke. E njohim atë kulturën shqiptare, themi, të cilat i kemi shumë gjëra të përbashkëta, por i kemi edhe ato të cilat i dallohemi njëri prej tjetrit. E njohim kulturën maqedone, e njohim kulturën bosnjake, për shembull, sepse kemi shok bosnjake dhe i dim ato kultura. Këto janë një përparësi shumë e madhe për një njeriu i cili ndërkombëtarisht kur do me vepru diçka, edhe shkon me një rreth, e ka shumë lehtë të adaptohet në atë rreth. Po pra, je shumë më i përgatitur. Më i përgatitur, çështjen e gjuhës se kemi problem. Mu gjithë më thonë, edhe arabisht fol ti, më duket se, po edhe arabisht foli, po edhe anglisht fol, po edhe anglisht foli. Unë se shoh si pengesë çështjen e gjuhës. Është diçka që kam mësuar. Gjuhën arabe për sa kohë ke mësuar më sot? Fakt, normal, unë kam studiuar drejtësinë islame, fakt, edhe normal ka qenë gjithë ajo mësimi jam në Britani në gjuhën arabe. I kena mësuar ato librat, për shembull klasike, prej burime të librave klasike dhe gjuhën arabe, edhe për atë kemi pas nevojë ta kemi në nivel të gjuhës arabe. Unë kam qenë i përgatitur, medreseja neve na ka përgatitur. Domethënë ke shkuar i përgatitur atje me gjuhën arabe. Derisa kam qenë në medrese këtu e kemi sos në atë gramatikën, teorinë, por bazën e ke pas. Praktika ka qenë aty ku shumë për kohë të shkurtë e kemi pasur mundësinë që vime në nivel që të komunikojmë, të shprehim mendimet tona, edhe çështja anglishtës mendoj ka qenë e njëjta. Momentin kur kam shumë se këtu në frëngjisht kemi mësuar, përpara frëngjishtja ishte në shkollat tona. Po, mësoj frëngjishtja. Në Shkup, edhe pastaj kur shkuam edhe anglishtja ishte ashtu .0 janë isa me thonën. Edhe normal vetë qëndrimi jam në Britani ma ka mundësu që edhe një anglisht ta mësoj. Edhe kjo pastaj... Po në këtë aspekt duhet të jesh edhe lingvist, pak të kesh prirje për gjuhën, se ka njerëz të cilët jetojnë një jetë të tërë në një vend, por nuk arrin ta mësojnë asnjëherë ashtu siç duhet gjuhën. Pra ke prirje për gjuhën. Unë tham se këtu shumica e njerëzve të cilët jetojnë këtu në Shkup posaçërisht, kam takuar shok emigrant themi, ose ka shku me punue, për shembull gjatë studimeve, i takoj shumë ato edhe pse nuk ka pas ndonjë bazë të edukimit, themi, po që ka qenë nxënësi i dobët në shkollën fillore, pse ka qenë interesimi tina për diçka tjetër, por ai nuk, do me thonë se ka qenë personi i cili nuk i ka pas mundësi me mësua, se sistemi i edukimit nuk e ka favorizu atë tip të njeriut. Për shembull, i njëjti tip ka shkuar në Britani, për shembull, e ka mësuar anglishtën. Para asaj ka qenë në Itali, e ka mësuar italishtën, kam takuar njerëz të cilët 10 gjuhë flisnin për shembull. Edhe këto ishin shkuplan. Të Gazibabës, për shembull, del një shok, italishtën e fol, gjermanishtën, normal, nuk e flasin në atë nivelin e librit, për shembull, ta marrin, ta lexojnë, ose të shkruajnë atë gjuhë, por e kanë pas shumë lehtë, për shembull, me vetëm me një qëndrim të tyre me një shtet për 1 vjet, 2 vjet, ja u ka mundsuar atyve që ta mësojnë. Ato komunikojnë shumë pa problem, ku me të mo për ato të cilët kanë shku me studiue, e kanë pas edhe ma lehtë, sepse ne kemi edhe atë metodën tonë të veçantë. Kur e mësojmë një gjuhë, për shembull, e dim se prej ka do të më fillue, e deri ku do të më arritën që më marrën atë bazën ose hapat e para për me fol një gjuhë edhe për me komunikue, mendoj. Jemi shumë avantazhli, si thonë, shumë i kemi do përparësia, vetëm se jetojmë në këto troje. E vërtet, po. Me qenë se përmende bashkëpunimet, unë tani dua të ndajmë ca fotografi, sepse dua të kthej në një fazë kur ne të shihnim ty duke performu krah Sami Jusufit, ai i cili për ne ishte një emër shumë i madh dhe kur ne të shihnim ty ishte një krenarie jashtëzakonshme. Më thuaj pak për eksperiencat e tua për përvojat me artist si Sami Jusufi, po tani edhe një mik shumë i ngushtë i yti që është Maher Zain, ai i cili është shumë i njohur tashmë në gjithë botën, si ka lindur miqësia juaj dhe si ka rritë krejt ajo periudha e pare bashkëpunimeve tuaja? Këto janë fotografi 2007, për shembull. Po, janë të vjetra. Para asaj ishte 2006. Mendoj ne me Samin kemi qenë prej të parëve të cilët kanë qenë artistat e Awakening Music. Ai nxori një albumin e vet, Muallim, pastaj unë nxjerra albumin tem Salavat. Edhe ajo ka qenë bashkëpunimi jon i parë, pastaj albumin e dytë të Tina Maj Umme ka qenë kontributi jam i madh, afër 2 muaj kam qëndru bashkë në Manchester, kemi qenë bashkë, kemi bashkëpunu. Rrugtimi jon ka qenë një 5 vjet dhe 6 vjet të para, deri në 2008-2009, pastaj ai u da prej firmës, e formoi firmën e vet edhe ende vazhdon me atë karrierën e tij artistike. Maher Zaini është person i cili na u bashkangjiti në vitin 2009, edhe rrugtimi jon më veç filloi se u përbom
u bonëm pjesë e një familje. Awakening Family është një familje na që ka më veç bashkëpunoj ma shumë se 20 vjetë. Në vitin e kalum në tetor, ishte manifestimi jonë 25 vjetorën e festum të themelimit të firmës tonë Awakening në History National Museum në Londër. Ishte ajo ku krejt aktivistat temi ose ato të cilët kanë kontribu gjatë rrugtimit tonë, kryetarë të shoqatave, kemi pasën edhe parlamentarë të Britanisë, ato të cilët neve na kanë ndihmue, na kanë marrë pjesë në atë programin, ka qenë një manifestim shumë i madh. Ky është me një hapjen e një televizionit kanalit në Kairo, ka qenë në fakt në muzein e Kulthum. Kulthum është një figurë shumë e madhe këngëtare e Egjiptit, legjendare themi. Edhe në muzein e asajna ka qenë ajo hapja solemne e një televizionit kanalit. Kjo është darsma në Kairo, shokët tonë edhe... E ma mori mendja që është dasëm se po do këtë pak një kështume. Një dër themelusëve të firmës Awakening, Bara Kharigi. Kjo është besoj se para 2 vjetëve në Sarajevo ishim në koncertin e Sarajevës, ku e këndum atë këngën tonë Eidun Said. Një super këngë, shumë e bukur. Një këngë cila është virale në rrjetet sociale për momentin. Këtu para 1 vjetëve ishim në Umre, në Medine. I kalum disa dita ashtu bashkë se pas jetës tonë dinamike kemi nevojë edhe për një qetësim pak. Për një reflektim, besoj. Reflektim edhe shpirtëror këtu ku morëm pjesë edhe disa ditë i kalum ashtu bashkë. Jemi shumë shok ngusht, jemi afër, familjarisht shihemi. Ai është ish sukses shumë. Ne gjithë i bëjmë ato punimet tona, por suksesi nuk është edhe në dorën tonë. Do njëre vjen një këngë për shembull bëhet shumë virale, ajo tjetra nuk është popularizuar. Diçka që ndoshta ju keni pritshmëri të bëhet virale, nuk është se del ashtu, asnjëherë nuk. Po ne e dim vetëm diçka se derisa kemi fuqi edhe mundësi, besoj se në këtë rrugtim ne duhet prodhojmë aq sa kemi me pas mundësi, edhe diçka pozitive që e kemi ne, që artistët tjerë nuk e kanë, ato të cilët këndojnë rap ose pop, është se ti e nxjerr një këngë tonin themi shpirtërore, vjen në atë momentin që nuk bëhet virale, vjen mas 5 vjetëve, zbulohet edhe ajo shndrohet në virale. Vetëm unë gjithë e tham edhe nuk ka afat skadimi, këtë po do ta thuash ashtu, sepse tek tjerët është e nxjerr një këngë sezonale për shembull, edhe unë jam të ndëgjuar edhe disa, pse i kemi disa edhe shok, shtypun afro thot vera, thot çka më nxjerr thot diçka, e di, që të bëhet virale dhe të shfrytëzojmë edhe këtë çështje e biznesit është aty. Unë e tham apet, biznesi është me rëndësi normal, se na jetojmë me të ardhnat prej asajna, por duhet të mundohemi me nxjerr për shembull melodi, kënga të këndojmë që kanë me dhënë efekt pozitiv tek njerëzit njëra e para, edhe afatgjatë të jenë ato, jo ato të konsumohen për shembull për një muaj ose 2 muaj. Ama për këtë çka kemi nevojë njëre artisti vet kese besim se atë çka e prodhon ta kese afatgjatë. Unë gjithë e kam ëndër ma parashtur një pyetje në fakt. Në të kalu më thanë, pse ti gjithë këto e banë, për shembull, çka pret? Unë e thamë këshire, unë ku nxjerr deri momentin bëhet që ma shumë se 70-80 kënga, për shembull, ose deri 100 ka arritën. Për mua, nëse do të ngele vetëm një këndimi jem, edhe mas 100 vjetëve nëse ka mund dëgju, besoj se aty edhe ja ku marrit qëllimin. Edhe do jesh krenar. Edhe do të jem shumë i krenar, sepse kam e ditë se një gjenerat do të vere, kur do të ndëgjoj një punimin tem edhe do të lutet për mua pozitivisht, ajo aty do ta kem unë atë benefitin tem për kësaj dynjaje që kam me përfitu. Besoj se ajo është përfitimi më i madh edhe se sa ajo materiale që na e përfitojmë. Bukur shumë. Unë kam edhe një pyetje të fundit, se shumë shpesh ne kemi dilema, a duhet të quajmë, ne diskutuam këtë dhe para se të nisim emisionin, por po të pyes shumë shkurt. Kjo që po prodhohet periudhën e fundit, a quhet ilahi ose janë këngë shpirtërore? Domethënë se kjo është dilema më e madhe dhe ne kur prezantojmë nuk e dim ta prezantojmë si ilahi, meqense ka shumë ritme, janë këngë shumë ritmike, edhe pse teksti dhe mesazhi vazhdon të jetë shumë shpirtëror dhe i ndjer, por që tani na çaro pak të dilemë nga krejt ajo që flitet në komunitetin tuaj artistik. Ashtu, në fakt ne kemi edhe këtë problem kur vim të sqarojmë se çfarë lloj të muzikës ne jemi duke prezantuar. Në fakt terminologjia nuk është diçka që ne e kemi prodhue. Na mundohemi nëpërmes terminologjive, duke i shpreh vetin nëpërmes terminologjive të arrijmë qëllimin e ta sqarojmë atë punë se çysh e bëjmë edhe çka e bëjmë. Ne këndojmë kënga shpirtërore. Kemi më tepër tema të cilat janë shoqërore, të cilat janë pozitive.
fen el hadif i thojnë arabisht, për shembull, kur thuhet diçka pozitiv, çka jep mesazhe pozitive, për shembull, optimizëm. Nuk ka diçka që ndikon tek shoqëria negativisht. Diçka që për shembull shamet na nuk e kemi. Ose abuzimet, ose motivimi i rinisë për konsumimin e drogës, ose themi këto janë këtë kënga për shembull të cilat ne duhet të jemi larg asajna, sepse janë akte negative. Na i kemi njerë punimet tona, gjithë ato janë pozitive, plus e kemi edhe atë anën shpirtërore. Është ilahi kur themi, kjo është diçka që u ka pranuar tek ne vetëm ato këngë të cilat këndohen për madhërinë e Allahu xhalla shanuhu, për përmendjen e tina, zikri, ose për lavdatat për pejgamberin ton alayhisalatu vesselam. Këto janë ilahijet, kurse unë sipas mendimit tim dhe sipas mendimit shumicës e artistëve, këto janë pjesa e këngave, sepse këndohen këto. Po pra, ka një ritëm, sërish edhe një melodi ka. Një melodi. Edhe shti, asajna na kur ja bashkangjitim temat, për shembull, këndon një këngë për dhunën, kundër dhunës, këndon një këngë ku e shprehti dashurinë tënde ndaj nanës, për shembull, ose dashurinë tënde ndaj shoqës me të cilën ti e jeton jetën bashkë me atë. Ose për shembull ti këndon ndonjë këngë për shembull për ndonjë temë e cila është shoqërore për shembull. Jep ndonjë mesazh, për shembull çështja e gazës për shembull, çka ishte. Unë reagimi jam ishte me një këngë. Çka u sqaru ajo puna se çka po ndodh, është një zullum çka është ndodh aty atje. Edhe na pra këto projekte kanë fuqi që të përçojnë mesazhe shumë të forta në gjithë botën. Na këtyre çka kena mi thon, a kënga a ilahi. Normal që edhe tek njerëzit kjo është një habi, ato habitin shtja, është këngë, është ilahi. Unë e tham, gjithë ajo këto janë kënga fakt, pse këndon me melodi këndon këto tekste. Është thjesht çështje terminologjisë, shumë mirë. Çështje e terminologjisë, sepse kur hym në ato zhanrat e muzikës, aty do t'i hasim për shembull në përpunimet tona, janë ato të klasike, ato janë për shembull me tinguj të muzikës pope për shembull. Para një muajve e pata një bashkëpunim me një raper të Turqisë, për shembull, dhe këndum një këngë ku aty unë e këndoj atë pjesën tema, ai bojke rap për shembull. Para mas një muaj, 2 muajve do ta shfaqim edhe atë punim. Është një mesazh pozitiv. Atë ti kur kime ndigjue, gërshetim zhanrësh, po. Zhanrësh janë aty sepse kulturat janë të cilat ne i takojmë atynve. Edhe Islami nuk është kundër edhe kulturave, se Allahu xhalla xhanu është ai i cili i ka krijuar edhe kulturat. Është këtu ku kena më bëna dallimet. Dallimet nuk kena më bë duke thonë se kjo është kultura e arabit ose kjo është kultura e britanezit ose amerikanit, por kena më thonën kjo është kultura pozitive. Që duhet na përfitojmë dhe ta marrim. Kjo është kultura negative, e cili ka ndikim negativ tek ne. Që na duhet. Ajo mund të jetë edhe arabe, edhe angleze, edhe britaneze. Po pra. Edhe në fakt ne duhet të jemi të mençur, ta bëjmë dallimin mes të mirës edhe së keqës. Jo duke i dalluar punimet, jo kjo këngë, kjo ilahi, fakt. Okej, një sqarim mendoj shumë preciz dhe shumë i saktë, korrekt mbi të gjitha. Inshallah shpresoj se e kam sqaruar se është një temë shumë e madhe. Se edhe për neve që jemi pjesë e mediave, kur prezantojmë një projekt të tillë, kemi dilemë në qoftë se duhet ta prezantojmë si ilahi apo këngë. Kështu që tani më u qartësuan. Është thjesht terminologji. Edhe ilahi mundi më thonë, besoj se nuk është shumë e qartë. Këtë ngërthen tek veti nëse është diçka pozitive, besoj se ajo është edhe e pranuar edhe fetarisht. Me sot ishte vërtet shumë kënaqësi që ishe pjesë e emisionit ton. Unë mundova që në pika të shkurtra ti flasim ato highlights, pjesët kryesore të karrierës tënde, që nga fëmiria, arritja, formimi yt deri tek ky sukses ndërkombëtar që je duke përjetu. Është shumë bukur kur je i yni, por nga ana tjetër je edhe i gjithë botës. Ne vërtet jemi shumë krenar për krejt arritjet e tua dhe që gjithmonë shpreh gatishmëri që ti jesh në studiot tona televizive dhe mos ta harrosh as audiencën nga ku ke filluar ti. Faleminderit shumë. Dhe unë ju falenderoj shumë. Ishte kënaqësi.